Okej, zonja Zhupa, fjala për ju deri 10 minuta. Po, faleminderit kryetar. E dëgjua me vëmendje zotin Balla, fillimisht duam t'ju shpjegoj se në këtë parlament ndodh një çudi. Vjen projekt buxheti, por nuk shoqërohet siç e kërkon rregulloria, kushtetuta, po dhe siç e kërkon logjika me paketën fiskale. Pra të dashur qytetar, këtu vinë se si do të shpenzohen parat e shqiptarëve, por nuk vjen se si do të mblidhen, nga do dalin këto parat e shqiptarëve, cila do t'jenë politikat për taksat, për tatimet në këtë vend, që ne të kuptojmë nëse kemi një buxhet të balancuar, apo kemi një buxhet që do të kërkojë një deficit të tepruar në Shqipëri. Ja ka që thjesht, atë që kërkon rregulloria dhe atë që kërkon kushtetuta, këta nuk e zbatojnë. Po përveç kësaj, ne jemi kundër. Ne jemi kundër dhe këtij buxheti të vjedhjes madhe, në fakt, buxhetit që nuk nxjerr shqiptarët nga varfëria, buxhetit që jep më shumë para koncesionarëve dhe më shumë para ministrave tuaj, sepse e kemi parë tashmë që çdo firmë, çdo vull e vën në fakt është një koncesion. Në fakt është 50 milion euro më tepër në tunelin e Llogoras. Në fakt është incinerator që nuk ekziston. Në fakt është koncesioni i shëndetësisë check-up-e që nxjerrin burrat me barë. Pra është pasurimi i qeveritarëve në kurriz të shqiptarëve. Brenda afatit përcaktuar nga ligji për menaxhimin, të cilat janë zyrtare, të cilat vinë në krahasim nga Eurostati, i cili po ashtu merr të dhënat të shtrembëruara nga Instati juaj, dhe imagjinoni se sa keq është në krahasim me atë që duhet ishte realiteti, tregon se Shqipëria zë vendin e parë, jemi kampion në rajon, ashtu edhe në Europë, sepse kemi 40.5% të popullsisë në varfëri, të privuar nga jeta sociale ose me intensitet të ulët punësimi. Kjo e krahasuar të dhënat me Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut, Serbinë dhe nga 27 vendet Bashkimit Evropian që kanë mesataren 21%. Këto janë treguesit real të varfërisë që vuajnë shqiptarët. Premtimi juaj për pensionet është i përkthyer shumë thjesht. 60 lek në ditë për pensionistin në qytet dhe 20 lek në ditë për pensionistin në fshat. Çfarë mund të bëjë pensionisti me 20 lek në ditë, me 200 lekshin e vjetër në ditë? Asgjë. Ju mund të bëni shumë, mund të bëni një propagandë të madhe me këtë rritjen, por në fakt pensionistët nuk bëjnë asgjë, sepse askush nga ata nuk do të garantonte jetesën më të mirë, ilaçe më të mira apo sistem më të mirë për përkujdesin e tyre nga sëmundjet. Edhe fëmijët nën moshën 18 vjeç, Shqipëria ka treguesin më të lartë të varfërisë, 44.1%. Dhe kjo është në fakt edhe arsyeja kryesore pse emigrojnë familjet shqiptare, të cilët nuk arrin dot t'i japin një siguri ushqimore, një siguri materiale, një siguri arsimore dhe shëndetësore fëmijëve shqiptar dhe zgjedhin të ikin, të paguhen me dinjitet dhe të jetojnë me dinjitet në vende tjera të Bashkimit Evropian që nuk kanë një narkoqeveri, në vende që nuk i vidhet për çdo tender, në vende ku raporti i kontrollit lartë të shtetit, të cilit ju sot do ta dëgjoni dhe do ta dëgjojmë bashkë, tregon që nga viti 2014 deri në prill të këtij viti janë abuzuar vetëm sipas kontrollit lartë të shtetit 9 miliard e 810 milion euro. 9 miliard e 810 milion euro janë në fakt parat e buxhetit të shqiptarëve që ja u kanë vjedh qeveritarët. Janë parat të cilat do duhet ishin vënë në funksion të rritjes ekonomike, në funksion të pensioneve, në funksion të rrogave të shqiptarëve dhe në funksion të mirëqenies shqiptarëve. Por ju keni shumëfishuar vetëm pasurinë e qeveritarëve.
Ku e keni ju sot zëvendës kryeministren e Shqipërisë? Ku e keni ju sot atë që u shqetësua nga epitetet e zotit Balliu, apo sepse ndjenten rivalitet se kush i jepte epitete më të spikatura kryeministrit? Ku e keni ju zëvendës kryeministren tuaj, drejtuese politike të 10 qarqeve, e ku qarë nuk i keni bërë? Ku e keni? Pse nuk e keni këtu të bëj interpelancën me kolegun Balliu? Pse nuk e keni këtu të japi llogari shqiptarëve se ku janë paratë e tyre? Këto paratë e buxhetit shtetit që ju doni t'i kaloni pa paket fiskale, me kalendarin që doni ju, vetëm e vetëm që të vidhni nga mëngjesi deri në darkë. Kjo nuk është ajo që duan shqiptarët. Sot keni parashikuar një seancë e cila ndër të tjera dëmton thelbin e familjes. Ndër të tjera keni futur në seancë një projekt ligj që fshihet mbas termit shumë të bukur dhe shumë të pranuar nga gjithë ne, si barazia gjinore dhe shanset e barabarta, dhe në fakt keni futur çedukimin e fëmijëve tanë në shkolla. Keni futur masakrimin e asaj që është koncepti i gjinisë, i cili është biologjik dhe i cili është i gjithë pranuar nga të gjitha palët. Ajo që duhet bëni në fakt është ta vini këtë parlament në funksion të shoqërisë, në funksion të familjes, në funksion të qytetarëve, dhe këtë buxhet të keni mundësi ta tërhiqni, ta sillni me paketën fiskale dhe t'i çoni parat jo për koncezione, jo për pasurimin tuaj, por t'i çoni parat për rritje reale të pensioneve, për fondet shëndetësi që edhe sot i keni me shkurtim, për fondet në arsim që edhe sot i keni me shkurtim kur diskutojmë buxhetin faktik, sepse kjo nuk është përgjegjësish para elektoratit. Kjo nuk është përgjegjësi për atë që duhet jetë e ardhmja me standarde europiane e Shqipërisë. Kjo është vetëm makutëri. Kjo është vetëm një qeveri që në çdo tender vijnë mesazhet kush do ta marri, si do ta marri. Anulloje këtë, fut këtë, hiq atë dokument, fut të dokument, sepse nuk funksionon shteti. Shteti juaj që krijua diella i Albania, kush do t'i bëj? SMS-t e zëvendës kryeministrit, e kryeministrit, e ministrave tuaja. Kjo është Shqipëria digjitale, Shqipëria e SMS-ve, digitalizimi që kanë SMS-t. Shqipëria e SMS-ve. Nga emailët që vinin në zëvendës kryeministrin e kaluar e në ministrat nga Klodian Zoto, që i thoshte çfarë duhet bënit, kaluat avancuat në SMS-t se çfarë duhet bëjnë drejtorët. Ky është shteti. Shteti i emailëve nga të kërkuarit, shteti i SMS-ve nga të arrestuarit. Dhe ky është buxheti, se të gjitha ato para që janë abuzuar, që thot kontrolli i lartë i shtetit, 9 miliardë 810 milion euro deri në prill, ku vetëm periudha janar-prill ka 10 milion euro abuzime, që në fakt është vetëm ato që janë audituar dhe sa institucione tjera të cilat të duhet auditohen. Kryeministri juaj nuk auditohet. Nuk auditohet. Sepse kërcënon, sepse kanë frikë, sepse e tha vetë kryetari i kontrollit lartë shtetit, japin dorëheqjen se duan të ruajnë familjen, japin dorëheqjen sepse kanë frikë që të shkojnë dhe të zbatojnë ligjin në një vend ku ligjin e bën vetëm Malishi, në një vend ku ligji është vetëm interesi i kryeministrit, në një vend ku ligjin nuk e njeh për qytetarin, po e njeh vetëm për qeveritarin, në një vend ku ligji në fakt është bërë gjëja që shkelet më shumë. Nëse e ke me ligj një të drejtë, atëherë nuk e ke fare. Kjo është bërë mënyra se si funksionon Shqipëria. Ndaj ne jemi kundër këtij projekt buxheti, jemi kundër këtij projekt kalendari, jemi kundër shkeljes rregullores kuvendit, jemi kundër shkeljes kushtetutës dhe do të jemi, kemi qenë gjithmonë pro interesit publik, pro qytetarëve, pro familjes, pro pensionistëve, për një sistem që i përgjigjet më shumë nevojave të tyre dhe interesit publik. Shumë faleminderit. Faleminderit.